Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin lajmeve të orës 13 këtu në RTK. Kontrollet e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë kanë evidentuar mospërputhje në disa produkte të qumshtit në tregun e Kosovës. Drejtori ekzekutiv Begim Hoxha tha se gjatë periudhës prill-korrik janë marrë dhe analizuar 495 mostra ku 93 raste rezultuan me paregullsi në deklarimin ose përbërjen e produkteve. Ndërsa Ministri në Detyri i Bujqësisë Armend Muja ka paralajmëruar kallëzim penal ndaj kompanisë rajonale të ujitjes Drini Bardh. Sipas tij, një kompani ka keqpërdorur dhe shkelur një marrëveshje për sistemin e ujitjes. Këto kontrollet kanë identifikuar një numër të madh mospërputhjesh. Nga analizat laboratorike janë evidentuar disa mospërputhje në nivel përbërësi. Nga gjithsej 93 mospërputhje të identifikuara, 46 raste ka të bëjnë me praninë ose deklarimin e vajit palmës. Kjo përfaqëson pothuajse gjysmën e të gjitha mospërputhjeve të evidentuara gjatë aksionit dhe bën vajin e palmës çështjen më të shpesh të identifikuar gjatë kontrolleve tona. Analizat tona që janë realizuar në laboratorin e AUV-it se në mbi 91% rasteve të mospërputhjeve, përbërësit nuk janë deklaruar në etiketë në mënyrën e kërkuar bazuar legjislacionit në fuqi. Bazë të informacionet që kemi pranuar nga Ministria e Ekonomisë, qumshtorët tona, në rastin specifik Abrazeni, e përdor ujin e sistemet ujitjes. Uji në bazë të rregullorës për higjenë duhet jetë vetëm i trajtuar, vetëm uji i pijes. Sigurisht Drini Bardh, që është kompania që ne dyshojmë ka keq përdorur dhe ka shkelur një marrëveshje me kuptimin që ka pasur me Ministrinë e Bujqësisë, ujin që ne kemi financu për të ndihmuar fermerëve të istogut, ne dyshojmë që është rikanalizu për ta furnizuar jashtëligjshëm Abrazel me ujë pijes. Sot ka iniciuar shikimin dhe ndërprerjen e marrëveshjes së mirëkuptimit pikërisht me këtë kompani, i kam kërkuar që mbi bazën e çfarë leje ujore e kanë bënë një gjë të tillë, sepse fillimisht kanë thonë që nuk e furnizojnë, po pastaj të ballafaquar me gjetjet tona, ata e kanë pranuar, po thanë që vetëm për sistema të qumshtit. Për të na lehtësuar, po vërtet ajo shkelje e ligjit, edhe për këtë rast, po ashtu do të bëhet kallëzim penal nga Ministria, edhe gjitha marrëveshjet do të rishikohen në mënyrë që shkelje të tilla, ujin e fermerit, për ujitje, që ka financuar Ministria e Bujqësisë, nuk mundesh me marrë me përdor për ujë të pijes. Flasim tani për Këshillin Prokurorial i cili ka vendosur të hapë konkurs për rekrutimin e 34 prokurorëve të ri në sistemin prokurorial të vendit. Vendimi u mor pas prezantimit të analizës për nevojat e sistemit prokurorial për plotësimin e pozitave të lira. Sipas KPK-s, nga 34 pozitat e parapara, 10 do të jenë të rezervuara për komunitetin serb. Kryesuesi i KPK-s Arjan Gashi tha se përfaqësimi i komuniteteve është interes i Kosovës, por edhe obligim ligjor i dal nga marrëveshjet e dialogut. Propozimi për shpalljen e konkursit u miratua me 7 vota për. Pasi që është vetëm një orientim për pozitat e lira të cilat i kemi brenda sistemit prokurorial, natyrisht që tash na ndihmon që ta kemi pasur më qartë lidhur me gjendjen e sistemit në rastin e shpalljes. Tani kalojmë tek shpallja e konkursit për rekrutimin e prokurorëve të rinj të shtetit. Nga analiza e prezantuar nga zëvendësi Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, rezultoi se pra kemi 34 pozita të lira në numër total që ishin përfshirë në mund. Prej tyre 10 do të jenë të rezervuara për kandidatët e komunitetit serb, pra po përsëritën janë 10 do të jenë të rezervuara për këta kandidat. Para se të kaloj fjalën tek ju nëse ka dikush për të teksuar diçka, më teksoj se është interesi i Kosovës që me pas përfaqësim savatmat të komuniteteve, përveç që është interes që me pas përfaqësim të këtyre komuniteteve, natyrisht është obligim ligjor në konstitues, dhe përveç që është obligim ligjor konstitues përfaqësimi të komuniteteve, Kosova edhe si rezultati i bisedimit që ka pasur në Bruxell me shtetin Çinje, ka marrë do të thotë për obligim në aspektin ndërkombëtar, pra që të bëjnë një marrëveshje atë cila marrëveshje pastaj ka kaluar në guvern, dhe është bërë lista të njëjtin për një sot të zbatuar, sikur se gjithë institucionet tjera. Ajo çfarë duhet të theksoj është se unë në këtë rast inkurajoj të gjithë
pjesëtarët e komunitetit serb që plotësojnë kushtet dhe natyrisht që kanë interesim që të aplikojnë, natyrisht ju siguroj që do të jetë një proces i drejtë, meritor, transparent, i pavarur dhe i paanshëm, si tillë do të jetë pra deri në fund. E në anën tjetër, prokurori i shtetit ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Institutin e Bazelit për qeverisje në Zvicër dhe Qendrën Ndërkombëtare për rikthimin e pasurive. Marrëveshja u nënshkrua nga kryeprokurori i shtetit Zenullah Gashi, drejtoresha ekzekutive e Institutit të Bazelit Elizabeth Anderson dhe drejtori i Qendrës për rikthimin e pasurive Iker Lekuona. Qëllimi i saj është forcimi i përpjekjeve për identifikimin, sekuestrimin dhe rikthimin e pasurive të fituara në mënyrë të paligjshme, përfshir ato që ndodhen jashtë vendit, por që i përkasin ligjërisht Republikës së Kosovës. Përmes këtij bashkëpunimi, Instituti Bazelit do të ofrojë mbështetje profesionale dhe ekspertizë për prokurorinë e shtetit në proceset e konfiskimit të pasurive të paligjshme në përputhje me praktikat dhe standardet ndërkombëtare. Kryeministri në detyrë, njëherësh kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, do të takohet sot me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, në kuadër të përpjekjeve për krijimin e institucioneve të reja. Takimi është paralajmëruar në orën 18 dhe vjen pas ftesës që Kurti u dërgoi liderëve të partive parlamentare për takime të ndara. Ftesës ju përgjigj pozitivisht vetëm kryetari i LDK-s, ndërsa kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza dhe ai Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini e refuzuan pjesëmarrjen. Kurti ka deklaruar se gjatë kësaj jave mund të ketë zhvillime konkrete për një marrëveshje të mundshme me LDK-n. Ndërkohë, më 6 gusht është caktuar vazhdimi i seancës për konstituimin e legjislaturës së 11 të Kuvendit të Kosovës. Çmimi i naftës në Kosovë sërish ka shënuar rritje, duke arritur në €1.80 për litër. Sipas vendimit të publikuar nga Ministria e Industrisë, çmimi maksimal i lejuar i naftës për ditën e sotme është rritur me 2 cent krahasuar me një ditë më parë, kur tregohej me €1.78 për litër. Në anën tjetër, çmimet e derivateve të tjera mbetën të pandryshuara. Benzina vazhdon të shitet me çmim maksimal prej €1.50 për litër, ndërsa gazi me 60 cent për litër. Ndërsa kjo javë pritet të karakterizohet me më të nxehtë dhe intervale të gjata me diell në të gjithë Kosovën. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 38 gradë Celsius, ndërsa qytetarëve, veçanërisht kategorive më të ndjeshme, u bëhet thirrje që ta shmangin ekspozimin në diell gjatë orëve më të nxehta të ditës. Agjencia e Menaxhimit Emergjent ka apeluar për rritjen e vigjilencës dhe kujdesit të shtuar nga të gjithë qytetarët me theks të veçantë, fermerët dhe bujqit. Në këto kushte klimatike, rreziku nga shpërthimi dhe përhapja e shpejtë e zjarreve në fusha dhe pyje vlerësohet e lartë me potencial në rritje të rrezikut, thuhet në apelin e AMS. Është mbajtur takimi i parë i Komitetit Organizativ të Lojrave Mesdhetare Prishtina 2030. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të lartë të institucioneve të Kosovës dhe Shqipërisë. Në ndërtesën e qeverisë së Kosovës është mbajtur mbledhja e parë e Komitetit Organizativ të Lojrave Mesdhetare Prishtina 2030, duke shënuar nisjen e fazës së koordinimit institucional për projektin më të madh sportiv në historinë e Kosovës. Në takim morën pjesë kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, ministri në detyrë për sport Blerim Gashani, presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës Ismet Krasniqi dhe presidenti i Komitetit Olimpik Shqiptar Fidel Ylli, e po ashtu edhe përfaqësues tjerë të institucioneve të Kosovës e Shqipërisë. Lojrat mesdhetare Prishtina 2030, kryeministri në detyrë Kurti i quajti projekte përbashkët me rëndësi shtetërore e kombëtare. Lojrat mesdhetare Prishtina 2030 nuk janë vetëm projekt i sportit. Janë projekt strategjik shtetëror dhe mundësi për ta dëshmuar aftësinë tonë për të organizuar ngjarje ndërkombëtare sipas standardeve më të larta.
Prandaj pres që puna jonë të karakterizohet nga bashkëpunimi, nga bashkërendimi, profesionalizmi dhe përgjegjësia. Gjatë mbledhjes u theksua përkushtimi i qeverisë për realizimin e këtij projekti strategjik shtetëror, ndërsa komiteti organizativ u vlerësua si mekanizmi kryesor që do të koordinoj punën mes institucioneve dhe zbatimin e projekteve infrastrukturore. Lojrat mesdhetare Prishtina 2030 do të jenë ngjarja më e madhe e sportit organizuar ndonjëherë në Kosovë dhe një mundësi e mirë për të dëshmuar aftësinë e vendit në organizimin e eventeve të mëdha ndërkombëtare. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në edicionin e orës 15.